إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allah nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që e çojnë humbje nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata shumë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e Tij, si dhe mbi gjithë ata që I pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit. Në vijim, vëllezër të nderuar, vazhdojmë mësimin në librin Vlerat e Islamit të Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab të Allah më shëroft, me komentim dhe shpjegim të Sheikh Salih El Fauzanit Allah e ruaj. Sot vazhdojmë me temën e radhës. Thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allahu e më shëroft, tema e asaj që ka ardhur për të treguar se bidati është më I rëndë se sa gjunahet e mëdhaja. Pra tema në lidhje me argumentet që tregojnë dhe sqarojnë se bidati është më I rëndë se sa gjunahet e mëdhaja. Sheikh Salih El Fauzan Allahu e ruajt shpjegon dhe thot se bidati nga ana gjuhësore është diçka e shpikur pa shembull paraprak. Diçka e shpikur pa shembull paraprak. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala, badi'u samawati wal ard, shpikësi I qiejve dhe I tokës. Do më thënë, Allahu subhanahu wa ta'ala I ka krijuar qiejt dhe tokën dhe I ka nxjerrë në ekzistencë ato nga hiçi, nga asgjëja. Pra bidati është diçka e shpikur. Pra nga ana gjuhësore është diçka e shpikur. Ndërsa sa I përket anës shariatike, bidati është shpikja e diçkaje në fe, e cila nuk ka bazë në Kur'an dhe as në sunetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ashtu sikurse është shpikja ndonjë adhurimi I cili nuk ka argument pra në Kur'an dhe as në sunet, sepse adhurimet janë tauqifie. Në arabisht fjala tauqifie do të thotë që adhurimi nuk lejohet të bëhet derisa të kesh argument nga Kurani dhe Suneti. Quhen tauqifie, pra duhet patjetër argument që ta veprosh një adhurim. Pra ato janë, nuk lejohet pra që të bësh adhurim pa argument nga Kurani apo nga Suneti. Prandaj që duhet, thot shehu, patjetër argument nga Kurani apo nga Suneti të dërguarit të Tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai adhurim që nuk ka argument për të, atëherë konsiderohet bidat, I qortuar dhe I refuzuar, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala e ka plotësuar fen e Tij. Ndaj thot në librin e Tij, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Sot u apërsosë juve fen tuaj dhe plotësova mirësinë time ndaj jush. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala ka njoftuar se e ka plotësuar fen para vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndaj I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk vdiq veç se Allahu ja kishte plotësuar fen umetit të Tij. Prandaj që çdo gjë, çdo lloj adhurimi që vjen dhe shpiket pas vdekjes së Tij sallallahu alaihi wasallam, ajo është e refuzuar. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot,
men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kush shpik në fen ton diçka që s'është prej saj, atëherë ajo është e refuzuar. Ndërsa në një transmetim tjetër, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Kush bën një vepër për cilën nuk ka ardhur urdhri në fen ton, pra për të, atëherë ajo është e refuzuar. Pra i refuzohet personit që e bën atë. Prandaj ai i cili bën shpik në fen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo vepron një vepër për cilën nuk ka ardhur urdhër nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, atëherë ajo nuk pranohet tek Allahu azza wa jall, madje i refuzohet personit që e ka bërë atë. Edhe pse njeriu që e bën atë e ka niyetin e mirë dhe dëshiron shpërblim tek Allahu. Sepse një gjë e tillë nuk e lejon bidatin. Nuk e lejon bidatin edhe pse njeriu ka niyetin e pastër dhe të mirë, pra nuk mjafton. Apo nëse ai bën niyet që të afrohet me atë adhurim tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe thot që kjo është shtesë e hajrit. Pra kjo është bidat i hajrit. Ne i themi atij që kjo është shtesë e keqe dhe nuk është hajr. Është shtesë e keqe, bidat i keq dhe nuk është hajr dhe nuk ka mirësi në të. Madje mirësia është në atë me cilën ka ardhur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna khayral hadithi kitabullah wa khayrul hadi hadi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdathatuha." Me të vërtetë fjala më e mirë është libri i Allahut dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa punët më të këqija janë shpikjet në fe. Pra, ky është argument që tregon se bidati është diçka e keqe. Edhe pse njeriu që e bën bidatin mendon dhe ka niyetin e mirë. Mendon për mirë dhe ka niyetin e mirë. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Kullu bid'atin dalalah." Çdo bidat është në humbje dhe çdo humbje është në zjarr. Pra ka thënë që çdo bidat është humbje. Pra nuk ekziston ndonjë bidat që të quhet bidat i mirë. Bidat i mirë. Ashtu sikurse thon disa prej njerëzve të bidatit, të cilët reklamojnë bidatet dhe i përhapin ato duke thënë se janë bidate të mira. Madje thot shehu, nuk ka bidate të mira, që të gjitha bidatet janë të këqija. Pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka njoftuar se të gjitha bidatet janë humbje. Gjitha bidatet janë humbje. Pra nuk ka bidat udhëzimi, apo bidat i cili i çon njerëz në udhëzim, apo bidat të hajrit. Sepse këto bidate po të kishin qenë të hajrit, atëherë do t'i kishe liqësuar ato Allahu subhanahu wa ta'ala për robërit e tij. Allahu azza wa jall nuk ka lënë ndonjë gjë të mirë për robërit e tij vetëse e ka liqësuar atë. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lënë asgjë prej fesë përveç se e ka sqaruar atë dhe nuk ka fshehur asgjë nga feja e Allahut azza wa jall. Prandaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka përcjell mesazhin e Zotit të tij me sqarim të plotë dhe nuk ka lënë asgjë mangët nga mesazhi i Zotit të tij. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Aleikum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur." I obligohet juve që të kapeni mbas sunetit të khulafave të drejtë edhe të udhëzuar pas meje. Tamassaku biha, kapuni fort pas tyre. Wa 'addu 'alayha bin nawajid,
dhe kapuni fort thot me dhëmball pas tyre. Dhe kjo tregon që njeriu duhet kapet fort mbas sunetit. Dhe thot wa iyyakum wa muhdathatil umur, dhe unë ju paralajmëroj thot nga gjërat e shpikura. Pra, ky hadith përmban paralajmërim. Dhe pastaj thot, pasi çdo bidat është, çdo shpikje thot është bidat dhe çdo bidat është humbje. Pra, tek bidatet nuk ka diçka që të thuhet për të se është e mirë. Përkundrazi që të gjitha ato janë humbje dhe devijim me dëshminë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, ai njeri që sjell një adhurim apo një vepër me cilën ai kërkon të afrohet tek Allahu subhanahu wa taala dhe nuk ka ndonjë argument për të nga libri i Allahut apo nga suneti të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, atëherë ajo është bidat dhe është humbje dhe diçka e keqe. Dhe në të nuk ka asnjë lloj hajri dhe mirësie. Ashtu sikurse pra pretendojnë njerëzit e bidatit, të cilët shpikin gjëra në fenë e Allahut, pra sikurse shpikin forma të ndryshme të përkujtimit të Allahut, adhurime apo agjërime dhe namaze, si dhe lutje të ndryshme apo festa të ndryshme për të cilat Allahu subhanahu wa taala nuk ka zbritur ndonjë argument për to. Madje ata mendojnë se këto janë vepra të cilat të afrojnë tek Allahu, janë vepra të legjësuara. Mirë po, kjo është e kotë dhe u refuzohet atyre, pasi bidatet nuk ka hajër në to. Dhe sa herë që shpiket diçka, atëherë zhduket një sunet tjetër. Pra sa herë që dikush shpik një bidat në fenë e Allahut, atëherë zhduket një sunet dhe nuk praktikohet. Pra feja është e plot dhe lavdërimi takon Allahut azza wa jall. Dhe dera është e hapur për çdo që dëshiron pra mirësi dhe hajër që të ndjeki rrugën e të dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam. Ama që ai të sjellë gjëra të cilat nuk kanë bazë në Kur'an dhe as në Sunet, atëherë këto janë të refuzuara që të gjitha. Për këtë arsye, dietarët i kanë kushtuar rëndësi paralajmërimit ndaj bidateve dhe kanë shkruar libra të shumt në lidhje me paralajmërimin ndaj tyre. Qoftë libra të cilat janë të gjatë dhe voluminoz, por qoftë edhe në libra të vegjël. Dhe prej tyre është libri Al-I'tisam i Imam Shatibiut, Allah më shëroft. Po ashtu është libri Iqtidau Sirat al-Mustaqim i Sheikhul Islam Ibn Taymiyas. Po ashtu është dhe libri Bidatet dhe ndalimi ndaj tyre, Al-Bid'u wan-Nahyu anha i Muhammad ibn Waddah, Allah më shëroft. Po ashtu është edhe libri Al-Ba'ithu ala inkari al-bid'i wal-hawadith, faktori shtytës për refuzimin e bidateve dhe shpikjeve, i Ebi Shamah, Allah më shëroft që të gjithë. Edhe shumë libra të tjerë, thot shehu, të cilat janë edhe të gjata, por edhe libra të vegjël. Po ashtu është sikurse ka ardhur edhe në shpjegimin e haditheve pejgamberike, sqarimi i bidateve dhe paralajmërimi ndaj tyre. Pra, shehu thot se bidatet që të gjitha janë sharr, janë diçka e keqe, dhe se njerëzit e bidateve janë njerëz të humbjes dhe devijimit. Dhe bidatet e luftojnë sunetet. Për këtë arsye janë njerëzit e bidatit të cilët i urrejnë sunetet e të dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam dhe e duan shumë bidatin. Madje ato aktivizohen tej mase në ringjalljen e bidateve. Ndërsa kur u vin sunetet e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, tregohen dëmbel dhe
janë shumë të rënda për ta zbatimi i suneteve. Dhe kjo është diçka e njohur tek njerëzit e bidatit. Pra që ata aktivizohen për ngjalljen e bidateve dhe janë tepër aktiv në kohën apo sezonin e bidateve. Ndërsa tek sunetet, ata janë nga njerëzit më dëmbela për praktikimin e tyre. Dhe kjo është dënim për ata nga Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse kush e lën të vërtetën, kush e braktis të vërtetën, atëherë ai do të sprovohet me të kotën. Prandaj që çështja e bidatit nuk duhet tregohet neglizhencë ndaj rrezikut që kanë ato. Sepse rreziku i bidateve në fe është tepër i madh. Ata janë rrezik për fenë e Allahut, janë rrezik edhe për muslimanët. Madje për shkak të tyre fillon zhduket feja pak e nga pak. Pra për shkak të përhapjes së bidateve, fillon feja zhduket pak e nga pak. Dhe vendin e saj fillon ta zën bidatet dhe devijimet. Dhe kjo është pikërisht ajo që dëshiron shejtani i mallkuar për bijtë e Ademit. Ai dëshiron që t'i largojë ato nga shariati dhe t'i çojë drejt bidateve. Dhe kjo është pra ajo që dëshirojnë shejtanët në përgjithësi, shejtanët për njerëzve dhe xhinëve, që t'i largojnë njerëzit nga sunetet dhe t'i çojnë drejt bidateve. Pastaj ke njerëz thotë shehu, disa prej tyre apo shumë prej tyre kanë lakmi në këto çështje. Kanë lakmi dhe përfitime në lidhje me bidatet që ato veprojnë. Sepse ka prej atyre që jetojnë pas bidateve apo hajnë nëpërmjet bidateve. Pra ato kanë lakmi dhe interesa të kësaj dynjaje. Pra kanë përfitime dynjaje. Madje nëpërmjet bidateve ndoshta edhe mund të zëjnë poste kyçe ose që mund bëhen drejtues. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun." Sikur ata të ishin kënaqur me atë që u dha Allahu dhe i dërguari i tij, dhe të thonin na mjafton Allahu dhe do të na jap Allahu nga mirësia e tij dhe i dërguari i tij. Më të vërtet ne tek Allahu dëshirojmë. Pra dëshirojmë që të furnizohemi apo të kënaqemi me atë që na jep Allahu. Atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i kishte bërë ato që të ishin triumfues dhe do t'i kishte bërë që të ishin pa nevojshëm. Prandaj që nuk ka dyshim që krenaria dhe triumfi në dunja dhe ahiret është duke u kapur mbas sunetit dhe duke i lënë dhe duke i braktisur të gjitha bidatet. Dhe kjo është një temë tepër madhështore dhe duhet t'i tregohet dhe t'i kushtohet rëndësi dhe kujdes. Për këtë arsye, autori pra Muhammed ibn Abdul Wahhab Allah më shëroft, ka thënë tema e asaj që ka ardhur për të treguar se bidati është më i rëndë se gjunahet e mëdhaja. Dhe sa i përket gjunaheve të mëdhaja, gjunahet ndahen në dy llojesh, gjunahet të mëdhaja dhe gjunahet vogla. Gjunahet e mëdhaja për kufizimi i tyre, thot shehu, është se çdo gjunah për cilin Allahu subhanahu wa ta'ala ka obliguar ndëshkim në dunja, sikurse është ndëshkimi i zinaqarit, apo i zinas, apo ndëshkimi i vjedhjes, po ashtu edhe qisasi, apo pirja e alkoolit, që të gjitha këta janë gjunahe të mëdhaja. Pra, për kufizimi është që çdo gjuna për cilin ka ardhur ndëshkim në dunja, për atë pra që e vepron atë, atëherë këto quhen gjunahe të mëdhaja. Apo ka ardhur paralajmërim dënimi në ahiret, sikurse është pra paralajmërimi që do të futet në zjarr ai i cili vepron kështu edhe ashtu.
Pra, për atë që ka ardhur mas ndëshkimi se do të ketë në dunja dhe paralajmërim ndëshkimi për në ahiret, apo tekstet që përmendin gjunahet janë mbyllur pra me mallkim, apo që do të bjerë zemrimi Allahut mbi të gjitha këto tregojnë se kjo është gjunah i madh, apo që tregojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam distancohet nga një vepër e caktuar apo nga vepruesi diçkaja. Kjo tregon se ajo vepër është gjunah i madh. Pra, sikur se ka thënë pejgamberi alayhis salam, lejse minna man fa'ala kadha wa kadha. Nuk është prej nesh ai i cili vepron kështu ashtu. Ka shumë hadithe të cilat vinë me këtë lloj forme. Ndërsa ato gjunahe ndaj të cilave ka ardhur ndalesë nga Allahu subhanahu wa taala, por se që nuk është caktuar ndonjë mas ndëshkimi në dunja për to, atëherë ato quhen gjunahe të vogla. Sa i përket gjunahu më të madh të gjunave të mëdhaja, ai është shirku ndaj Allahut subhanahu wa taala, sepse Allahu azza wa jall ka njoftuar se nuk e fal pra personin që e bën shirkun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Me të vërtetë Allah nuk fal që t'i bëhet shok atij dhe fal poshtë shirkut atij i cili ai do. Ndërsa gjunahet e mëdhaja, të cilat janë poshtë shirkut, atëherë ato janë në dëshirën e Allahut. Nëse do i fal ato dhe nëse do e dënon personin për shkak të tyre. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dhe i fal pra gjunahet që janë poshtë shirkut atij cilit ai do. Sa i përket vepruesit të gjunahut të madh, që është poshtë shirkut, një njeri i tillë nuk bën kufër tek ehli sunneti dhe xhamati, por se ai është musliman me besim të mangët, dhe kështu ai konsiderohet njeri i prishur. Ndërsa Khawarijët dhe Mu'tazilit mendojnë dhe besojnë se vepruesi i gjunahut të madh është i dalë prej fesë islame. Ndërsa Jahmit dhe Murxhiet kanë besimin se nuk të bën dëm asnjë lloj gjunahu, pra aq kohë ati dëshmon shahadetin. Pra Khawarijët e shpallin mosbesimtar personin që bën gjunahe të mëdha dhe konsiderojnë atë të përjetshëm në zjarrin e xhehenemit. Ndërsa Mu'tazilit thonë se personi që bën gjunahe të mëdha është në një pozitë të mesme, pra është midis dy pozitave, as musliman dhe as mosbesimtar. Nëse vdes duke mos u penduar nga gjunahet e mëdha që i ka bërë, atëherë ai do të përfundojë përjetësisht në zjarrin e xhehenemit, ashtu sikur se thonë edhe Khawarijët. Ndërsa Murxhiet thonë se besimi me zemër nuk ka gjunah që ta dëmtojë atë. Ndërsa ehli sunneti dhe xhamati thonë se vepruesi i gjunave të mëdha që është poshtë shirkut, ai e ka besimin e mangët dhe është në dëshirën e Allahut. Nëse do Allahu e fal dhe nëse do nuk e fal. Pra ai nuk është mosbesimtar, porse e ka besimin e mangët dhe konsiderohet njeri i prishur. Pra besimtar me besimin e tij dhe njeri i prishur për shkak të gjunahut të madh të tij. Mirë pa ai nuk del prej fesë islame, por se është i ekspozuar ndaj paralajmërimit me dëshkim që ka paralajmëruar dhe ka kërcënuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra bidati është më i rëndë se sa gjunahet të mëdha, në aspektin se bidati është diçka e shpikur në fenë e Allahut, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e ka legjësuar një gjë të tillë. Pra njeriu që bën bidatet, ai mendon se bidatet janë prej fesë.
ndërsa vepruesi i gjunaheve të mëdha, ai nuk pretendon se ajo që ai vepron është prej fesë. Përkundrazi, ai pohon dhe pranon se ai është gjunahçar dhe se e kundërshton pra Allahun subhanahu wa taala. Mirë po, epshi teka dhe ëndja e tij është që e ka shtyrë dhe ka çuar atë drejt gjunaheve në përgjithësi. Pra ai nuk pretendon se ajo çka ai vepron është prej fesë. Ndryshe nga që vepron njeriu i bidatit, sepse ai mendon se bidati që i bën është prej fesë. Prandaj, thot shehu, bidati është konsideruar më i rëndë se sa gjunahet e mëdha. Po ashtu, sa i përket personi që bën gjunahet mëdha, ai e di se është gabimtar dhe dëshiron që të pendohet, ndryshe nga njeriu i bidatit, sepse ai nuk e pranon që është gabimtar, madje ai mendon se ja ka qelluar të vërtetës dhe se vepra e tij është e saktë. Për këtë arsye, rrallë herë gjen dikë prej njerëzve të bidatit që të pendohet, sepse ai e shikon veten e tij që është në të vërtetën. Ndryshe nga gjunaqari, edhe pse ai është veprues i gjunave të mëdha, mirë pa ai e shikon veten që është gabimtar dhe ka frikë nga ndëshkimi i gjunaheve të tij. Madje shumë herë ndodh që gjunaqari pendohet nga gjunahet e tij. Pra ky është aspekti që bidati është më i rëndë se sa gjunahu i madh. Thot pastaj Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahabi, Allah më shëroft, dhe me këtë mbyllim me qëllim që mos zgjatemi, thot për shkak të fjalës së Allahut të lartësuar. Pra ai thot tema e asaj që ka ardhur për të treguar se bidati është më i rëndë se gjunahet e mëdha. Për shkak të fjalës së Allahut të lartësuar, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Më të vërtet, Allahu nuk fal që t'i bëhet shok atij dhe fal poshtë shirkut atij cilit ai don. Thot Sheikh Salih Al-Fawzan, Allahu ruajt, se bidati mund të jetë shirk. Pra bidati mund të jetë shirk, mirë po mund të jetë edhe diçka që është poshtë shirkut. Pra ajo është disa llojesh. Ke bidate të cilat janë bidate shirku që të nxjerrin prej fesë, sikurse është lutja e dikujt tjetër veç Allahut subhanahu wa taala, apo kërkimi i shpëtimit prej të vdekurve, apo bërja kurban për varret dhe të vdekurit. Pra që të gjitha këto janë bidat shirku që të nxjerrin prej fesë dhe Allahu subhanahu wa taala nuk e fal këtë lloj bidati që është shirk përveç se me pendim. Dhe nëse njeriu vdes duke qenë me këto bidate të shirkut, atëherë ai është përjetësisht në zjarrin e xhehenemit. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Me të vërtetë Allahu nuk fal që t'i bëhet shok ortak atij. Dhe shirku në vetvete është shpikje, sepse Allahu subhanahu wa taala i krijoi krijesat për adhurimin e tij. Dhe kur ata adhurojnë atë, apo kur ata adhurojnë dikë tjetër bashkë me Allahun subhanahu wa taala, ata kanë shpikur në fenë e Allahut diçka që nuk është prej saj. Dhe ky është prej gjunaheve më të mëdha. Ky është prej gjunaheve më të mëdha, por edhe prej bidateve më të mëdha. Pra shirku është prej bidateve më të mëdha dhe Allahu na ruaj. Sepse është ligjësim i një feje të cilën nuk e ka lejuar Allahu subhanahu wa taala dhe as nuk është i kënaqur me të. Thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft, po ashtu dhe fjala Allahu të lartësuar, faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban liyudilla an-nasa bighayri ilm. Kush është më i padrejtë se sa ai që shpif për Allahun gënjeshtër
për t'i quar në humbje njerëzit me padije. Për t'i quar njerëzit në humbje me padije. Dhe thot shehu duke shpjeguar, dhe prej aspekteve që tregojnë se bidati është më i keq se gjunat e mëdha, është se njeriu i bidatit shpif për Allahun gënjeshtër. Dhe thot që kjo është shariat. Pra thot për bidatin e tij, kjo është shariat, kjo është feja e Allahut. Dhe kjo ka shpërblim dhe sevape. Pra ai shpif për Allahun gënjeshtër, ndryshe nga që vepron njeriu që bën gjunahe, sepse gjunaqari nuk pretendon se kjo është fe. Ai e di se është gjunaqar, ndërsa njeriu i bidatit ai shpif për Allahun gënjeshtër dhe thot që kjo është prej fesë. Dhe kjo është diçka që të afron ty tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa gjunaqari ka, domethënë, prej veçorive që bëjnë dallim midis tyre është që gjunaqari është njeriu me cilin njerëzit nuk udhhiqen dhe as nuk e marrin për shembull atë. Përkundrazi të gjithë njerëzit e qortojnë atë, ndryshe nga njeriu i bidatit. Ai është njeriu me cilin njerëzit udhhiqen dhe e marrin për shembull. Madje ata bëjnë adhurim me bidatin e tij. Pra, ai është më i keq se sa vepruesi i gjunaheve të mëdha. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudilla an-nasa bighayri ilm." Kush është më i padrejtë se sa ai që shpif për Allahun gënjeshtër për t'i quar pra në humbje njerëzit me pa dije. Sepse thot shehu, ata e pasojnë atë, sidomos nëse është njeri i cili ka pak dije, apo është njeri i cili bën pak adhurim dhe ka dhe devotshmëri. Njerëzit mashtrohen me të dhe e marrin atë për shembull. E marrin atë për shembull dhe ndjekin mbas bidatave që ai bën. Ndryshe nga që është zinaqari, apo imorali, apo pirsi i alkoolit. Pasi këto janë gjunahe të mëdha dhe njerëzit në përgjithësisht nuk i marrin për shembull njerëz të tillë që bëjnë gjunahe të mëdha. Përkundrazi, i urrejnë ato dhe i qortojnë shumë rënd ato. Pra, ky është aspekti, apo një aspekt prej aspekteve që tregojnë se bidati është më i rënd se gjunahet e mëdha. Mjaftoj me kaq, e lut Allah na bëj dobi me kaq sa lexuam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.